Si çdo vit, unë bëj kërkesën te Komuna e Tetovës për me shfrytëzu sheshin e Liria. Unë në gazetën zyrtare të komunës nuk kam pas asnjë farë shkrimi se kanë aktivitete ato të manifestimeve vera tetovare. Atë kështu që kam aplikuar për ta shfrytëzuar sheshin, ato ma refuzuan, atë kështu që unë kundër përgjigja atyre se unë nga viti i kaluar kam lajmëruar. Po dhe vitin e kaluar ka qenë në atë periudhën që unë bante vera tetovare që unë bante. Po dhe një vit përpara, do të thotë viti 2023. Domethënë nuk ka qenë asnjë farë pengese, se ti unë pse tash bëhet pengesë. Për çfarë frikët, çka kanë, çka s'kam, a është informuar Bilalli, a nuk e informuar, nuk e di. Unë e di se vetëm nga Komuna e Tetovës më refuzuan ta shfrytëzoj vendin. E kështu unë e kam lajmëruar edhe më herët, kam bërë kërkesë zyrtare të komuna, kam bërë dhe ankesë zyrtare të komuna, ende sot atë ditë unë s'kam asnjë farë përgjigje. Po jashtë asaj as që pres të më japet një farë përgjigje, se unë publikën teme nuk e gënjej, turniri jem që është tradicional, ka vitit e 16 nuk kam ndërmend ta ndalin, edhe ministri Gjash Kurik eventi do të realizohet. Pas reagimeve që kishit në media, nuk ishte ndonjë komunikim me komunën që rreth organizimit, apo vazhdon e njëjta prap? Nga komuna s'kam asnjë farë përgjigje, as nga kryetari, as nga ata të tjerët. Njëri më duket se kishte thonë se të bëj aktivitetin tim sallë, për tetova ka do salla të vogla, që mund të ishte shkolla mesme, shkolla fillore, a mos mund me një sallë të organizosh një event që siç e dini vetë, si të nërë këlla pak mbi 3-4 mijë shikues, ku t'i fusim ato? S'ka sallë të tova, t'i fusim 3-4 mijë vetë. Mendoj se nuk është asnjë farë pengese edhe për kryetarin ta realizoj unë eventin tim, është edhe në favortin e atij, është në favortin e Tetovës, se unë atë aktivitet nuk e bëj për t'u pasuruar unë, se që dini vetë, çdo aktivitet kena pa 3-4 mijë shikues atjene, që kanë ardhur falas edhe ka qenë një spektakël.